Një 35 vjeçar shqiptar i kërkuar nga autoritetet në Itali për pjesëmarrje në grup kriminal u ndalua në qytetin e Rrëshenit. Në pranë ka përfundoi 35 vjeçari Martin Zheri Tirtja, i cili akuzohet se në vitin 2023 ka kryer 71 vjedhje apo tentativa për vjedhje me armë në banesa në 4 rajone të Italisë. Në vitin 2024, gjykata e Milanos i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për armbajtje pa leje, vjedhje me dhunë dhe shkatërim të pronës, të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Për secilin rast, disa pjesëtar të grupit akuzohen se kanë qenë të armatosur kur kanë kryer krimet kundër pronës dhe më pas janë larguar me automjete. Gjithashtu, policia ka nisur procedim penal edhe për personin që po udhëtonte me automjet me 35 vjeçarin në Rrëshen, duke e akuzuar për përkrahje të autorit të krimit. Ndërkaq, Interpol Tirana vijon të bashkëpunojë me Interpol Romën për të finalizuar procedurën e ekstradimit të 35 vjeçarit Martin Zheri.